Horoskopi për ditën e njëjtë 20 gusht 2026. Dielli ndodhet në shenjën e Luanit dhe hëna ndodhet në shenjën e Shigjetarit. Çfarë parashikimi ka për këtë ditë? Dashi. Ti dashi, sot ke ca mendime që të dalin nga koka, të fluturojnë, je plot frymëzim, ke një dëshirë të fortë që të përmirësohesh dhe një shtyse e brendshme të shtyn për të bërë gjëra pozitive në mënyrën se si ti e sheh jetën. Në dashuri, ky frymëzim të bën më idealist dhe më kërkues për një lidhje me kuptim. Ata që janë vetëm do të tërhiqen nga njerëz me botkuptim jo të zakonshëm. Puna dhe financat është një ditë me dëshirë që të ecësh përpara, por bëj pak kujdes me hapat apo me vendimet e ngutshme. Jo çdo gjë e ngutshme do të sjellë sukses. Yjet të paralajmërojnë se mund të jetë një ditë paksa e prirur ndaj të papritura apo pakujdesive të vogla fizike. Për sa i përket shëndetit, ruaje fokusin dhe mos u shpërqendro kur bën gjëra praktike. Ki vëmendje tek çdo gjë që thua dhe bën që dita të shkojë pa probleme. Ngjyra me fat është gri, koha me fat është mesditë, këshilla e ditës ec me hapa të matur dhe mos u shpërqendro nga nxitimi i momentit. Dita konsiderohet pozitive me 4 yje. Demi. Ju të shenjës së Demit jeni mjeshtra për lek dhe financa, si dhe e mirëmbani gjërat materiale. Por sot rekomandohet të jesh dy fish më i kujdesshëm. Hapi syt. Ka një lloj mirëgulle për sa i përket çështjes së parave. Në fakt, ti ke një dëshirë që t'i japësh të dhurosh shumë gjëra, qoftë para apo dhe gjëra materiale dhe ndihesh tepër bujar. Por ndoshta mund edhe të mashtrohesh nga të tjerët. Në punë, verifiko çdo shifër apo çdo marrëveshje përpara se të vendosësh firmën. Në dashuri, dita është sot pak e trazuar. Nëse ndjen se partneri nuk është i qartë me ty, rekomandohet të flasësh me partnerin. Në aspektin e shëndetit, stresi nga pasiguria financiare mund të ngarkojë pak, prandaj mundohu të qetësosh mendjen. Diçka e papritur mund të prek pasurinë apo sendet e tua, prandaj qëndro i zgjuar dhe mos merr rreziqe që nuk është e nevojshme. Ngjyra me fat është jeshile e ngrohtë. Koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: ruaj bilancet e tua dhe mos premto sot gjëra financiare. Për sa i përket ditës, dita është mesatare me 3 yje. Kalojmë tek binjakët. Të dashur binjak, ke një zemër të hapur, ke një dëshirë të ndihmosh një mikun tënd që ndodhet në vështirësi. Disa ide të tuat në anën filozofike mund të bëjnë të mendosh për gjëra më të mëdha se përditshmëria. Do me thënë të shikosh gjërat me një sy tjetër. Në dashuri, empatia jote do të vlerësohet shumë nga partneri. Nëse je vetëm, një bisedë me kuptim mund të krijojë një shkëndijë të bukur. Në punë, dinamika e ditës ndryshon shpejt nga diçka e papritur që mund të vijë nga rreti shoqëror apo kolegët. Mblidhe veten shpejt dhe përshtatur pa humbur kohë. Shëndeti është i mirë, por ngarkesa emocionale të tjerëve të lodh pak. Mbaj një qëndrim fleksibël me këmbë në tokë për të përballuar çdo surprizë të ditës. Në fakt, dita sot për ty është një ditë mesatare me 3 yje. Ngjyrat me fat është e bardha dhe lilaja. Koha me fat është në darkë. Këshilla e ditës: qëndro i përgatitur për ndryshimet të papritura planësh sot. Gaforja. E dashur gafore, ke një dëshirë të brendshme që kërkon të përmirësosh çdo gjë, qoftë kjo rutina jote e shëndetit, qoftë detaje në punë, apo ndoshta edhe në aspektin e lidhjeve.
Kjo shtys të vjen nga kërkimi yt për përsosmëri. Megjithatë, mos u bëj shumë kritik ndaj vetes. Në dashuri, ti kërkon stabilitet dhe një kujdes nga ana e partnerit. Të vetmuarit beqar mund të gjejnë ngrohtësi në mjedisin e punës. Financat, çdo gjë duket në vijë, por diçka e papritur mund të dalë jashtë kontrollit dhe mund të trazojë planet e tua. Kjo mund të bëjë të ndryshosh mendje e papritur për një vendim të marrë më parë. Nga ana shëndetësore, dita është e mirë për të nisur zakone të reja ushqimore, ndoshta ndonjë dietë, ndoshta ndonjë sport, por ruaju nga ngarkesës së tepërt nervore. Ngjyra me fat për ty është kafe dhe kuqe. Koha me fat është rreth darkës, këshilla e ditës: mos u streso nëse gjërat nuk ecin ashtu siç ti i kërkon. Dita për ty në përgjithësi është mesatare, 3 yje. Kalojmë tek Luani. Luani në përgjithësi ka një ditë të mirë, pozitive, me 4 yje. Që në mëngjes do të ndjesh një frymë shumë romantike dhe plot frymëzim. Je në kontakt me muzën tënde artistike dhe kjo të ndihmon që ti të shkëlqesh çdo gjë që kap me dorë. Në dashuri, dita është e shkëlqyer për të shprehur ndjenjat dhe për të kaluar momente pasionale. Për beqarët rekomandohet ndonjë propozim sot sepse është i favorizuar. Në lidhje me shoqërinë apo grupet ku bën pjesë dikush, ndoshta do të çudis me një sjellje apo kërkesë të papritur. Financa, shpenzimet që i bën për qejf mund të jenë pak të larta, ndaj kujdes, ruaj masën. Nëse je prind, tregohu më i kujdesshëm me fëmijët sepse është dita paksa e prirur për pakujdesi apo incidente të vogla. Ruaje vëmendjen dhe shijo pjesën më të bukur të ditës. Ngjyrat me fat për ty janë e bardha dhe portokalli. Koha me fat është në mesditë, këshilla e ditës: shijoj gjërat e bukura, por mbaj dhe një sy hapur tek gjërat praktike. Shenja tjetër në radhë është Virgjëresha. Për ty virgjëresh, dita sot paraqitet me 3 yje, një ditë mesatare. Pse? Sepse mund të marrësh një goditje nga një ngjarje e paparashikuar. Ndoshta mund të prishet ndonjë pajisje elektrike, ndoshta mund të ndalë një problem në punë, ose një dëm i vogël në ambientin familjar. Në dashuri, ke një nevojë të madhe për qetësi dhe mbështetje nga partneri, por keqkuptimet e vogla mund të prishin harmoninë nëse nuk flisni hapur. Financat, prona të përbashkëta apo gjëra që kanë të bëjnë në lidhje me të tjerët duhen parë me kujdes. Nëse po merr një vendim për të ndarë para apo dokumente me dikë, kontrolloj 2 herë, me shumë kujdes. Diçka mund të jetë e pasakt ose e fshehur. Nëse ke dyshim të vogël, mos merr asnjë hap sot. Shëndeti, ruaj qetësinë dhe mos shpenzo energji me nervozizëm. Ngjyrat me fat për ty janë e kuqe dhe e zezë. Koha me fat është mesditë. Këshilla e ditës: nëse diçka nuk të duket e qartë, shtyje vendimin për më vonë. Vazhdoj me shenjën e peshores. Peshore, dita sot në përgjithësi është pozitive për ty. Kjo do të thotë që ti ke një ditë fantastike për të dalë, për të parë gjëra të bukura, ndoshta për të rinovuar edhe rrobën. Ke një ndjeshmëri ndaj estetikës që është shumë e lartë sot. Ndoshta do të blesh diçka të re, ndoshta kërkon të ndryshosh stilin tënd apo modelin e flokëve. Në dashuri, një lidhje e re apo një ekzistuese mund të marrë një ngjyrim tepër intensiv dhe do të dhurojë momente të bukura romantike. Mendja juaj sot është pak e shpërndarë dhe dita të jep një prirje të lehtë për disa pakujdesi që mund të ndodhin në lëvizje. Nëse jep makinës apo nëse nxiton, bëj pak kujdes. Në punë dhe në financa, komunikimi është pika jote e fortë sot, por kujdes nga blerjet e ngutshme romantike. Ruaj balancën dhe kujdesu për sigurinë tënde fizike gjatë gjithë ditës. Ngjyra me fat për ty është gri e errët. Koha me fat është
Paradite, këshilla e ditës shijohet të bukurën dhe kujdes kur lëviz. Shenja në radhë është akrepi. I dashur akrep, për ty sot në përgjithësi dita është mesatare. Çfarë do të thotë kjo? Duhet të kesh shumë vëmendje në anën financiare dhe në gjërat e tua personale. Sepse një mjergull konfuzioni mund të jetë e pranishme gjatë ditës. Ndonjëherë dëshiron të dhurosh gjëra, por më vonë mund të pendohesh, ndonjëherë shpenzon dhe më pas bëhesh pishman. Pra ka një rrezik humbje të vogël, dëmtim apo e papritur në pasurinë tënde. Në dashuri gjërat janë të qarta. Nuk ka gjëra dramatike, mos u mërzit. Në punë, kujdes, puno ngadalë, mos u nxito dhe në punë, shëndeti kërkon të eliminosh stresin e panevojshëm dhe të ruash qetësinë tënde të brendshme. Mirë informo dhe qëndro i vëmendshëm ndaj çdo detaji financiar sot. Ngjyra me fat për ty është Lejlaja, koha me fat për ty është mesdita dhe këshilla e ditës: mbaje portofolin mbyllur dhe verifiko çdo transaksion me kujdes. Shigjetari. Shigjetar, hëna ndodhet në shenjën tënde. Ajo krijon një vallëzim energjetik me Neptunin, Plutonin dhe Uranin, duke bërë një miksim mjaft delikat por dhe sfidues. Dita sot për ty është pozitive me 4 yje. Ti ke shumë idealizëm të lartë, ndonjëherë ke dëmshuri për fëmijët apo për partnerin tënd sentimental. Në dashuri, kjo do të sjellë përkujdesje dhe tendencë për të parë gjërat me sy zeros, pra me një dashuri. Në punë, ke shumë ide vizionare, por kujdes nga ndryshimet e papritura të situatave, që mund të ndryshojnë edhe kursin. Financat sot të thonë matur, mos u rrëmbe nga entuziazmi i momentit. Shëndeti kërkon balancë mes emocioneve të forta dhe aktivitetit fizik. Drejtoje këtë ditë me kujdes dhe mos krijo ndonjë pritshmëri të jashtëzakonshme, sepse dita është normale dhe e mirë. Ngjyrat me fat për ty është ngjyra e bardhë dhe ngjyra vjollce çelët. Koha me fat për ty është mbasdite. Këshilla e ditës: balanco idealet e tua të larta me realitetin që dita të ofron. Britsjapi. I dashur Britsjap, dita sot për ty është një ditë normale, mesatare. Çfarë do të thotë kjo? Do të ndihesh më mirë nëse qëndron pak i tërhequr duke punuar me qetësi apo prapa skenave. Kështu, do të jesh më i sigurt dhe do të mbledhësh pak energjitë. Megjithatë, bëj pak kujdes tek pasuria apo financat, pasi janë ca gjëra të turbullta aty. Në marrëdhënie me familjarët tregohu i kujdesshëm dhe jep dashuri pa pritur që të marrësh. Nëse ke kafshë shtëpiake në shtëpi, kujdesu shumë për to sot, sepse do të jetë një ditë nga ato të ndjeshmet dhe mund të ketë ndonjë pakujdesi. Shëndeti yt kërkon një pushim mendor dhe një shkëputje nga zhurma e përditshme. Ngjyra me fat është blu deti. Koha me fat është rreth orës 17 deri 19. Këshilla e ditës: gjeje paqe në punët e qeta dhe mos u përfshi në debate familjare, dhuro dashuri për njerëzit e kafshët. Ujori. I dashur ujor, dita sot për ty konsiderohet një ditë pozitive, afërsisht me 4 yje. Kjo do të thotë që ti je në qendër të vëmendjes të shoqërisë tënde. Mund ta idealizosh një mik apo ndoshta ke një dëshirë për të ndihmuar dikë në një situatë personale. Sidoqoftë, rri i përgatitur sepse diçka krejt e papritur mund të ndikojë në rrethin tënd shoqëror. Ndoshta një çështje romantike apo fëmijët mund të jenë sensibël sot. Ke një mundësi të takosh një person shumë të çuditshëm apo tepër origjinal sot. Financa, dita është e mirë të shkëmbesh ide me dikë që i beson,
por të mos marrësh vendime të thella rrethësore. Shëndeti i mirë, por ruaj ekuilibrin emocional. Mbaj një qëndrim të qëndrueshëm dhe pranoj gjërat siç të vijnë. Ngjyra me fat për ty është ngjyra kafe, koha me fat për ty është në mesditë. Këshilla e ditës: qëndro i hapur ndaj njerëzve të ri, por ruaj kufit personal. Kalojmë tek peshqit. Të dashur peshq, dita sot për ty konsiderohet një ditë normale, mund të themi me 3 yje. Je në qendër të vëmendjes dhe njerëzit do ta vënë re këtë. Por kujdes se sot mund të ketë disa incidente të vogla, qoftë në punë, qoftë me njerëzit. Mos u grind me njerëzit apo mos krijo debate të thella dhe në punë bëj pak kujdes. Në financa, shikoj 2 herë shpenzimet që do të bësh. Në dashuri, komunikimi është i ngrohtë, i qetë, por mos u përpiq të jesh dominant në një lidhje. Shëndeti kërkon një shmangje të kaosit sot. Mos u turbullo nga disa surpriza që mund të dhurojë dita sot. Ngjyra me fat për ty është ngjyra verdh, koha me fat është në mesditë, këshilla e ditës: pranoje vlerësimin e të tjerëve dhe ruaj qetësinë e ambientit familjar. Ky është horoskopi për sot, ne ju urojmë një ditë sa më të mbar të gjithë shenjat.